Këllëzën do të kujtohet që ligji për arsimin në komuna ka qenë ndër ligjet e para që është aprovu pas pavarësisë. Është sjell në kuvend me procedurë urgjente, me një anglishte perfekte, e cila shihet që origjinali ka qenë në gjuhën angleze, dhe është aprovu pa diskutim publik pa asgjë. Do me thonë... është bo për minoritete, do me thonë... Thjesht, po, për atë është bo. Do me thonë, është bo për këto komunat me shumicë serbe. Po, që është e vërteta, ne edhe në sistemin e kaluar, kemi pas një traditë të decentralizimit, sidomos në nivelin e që theti arsimi fillor, klasat prej 1 deri në 8. Pastaj në arsimin e mesëm, tash të mesëm të lartë që po e quajmë, ka qenë sistemi centralizuar në nivel të ish-krahinës. Mirë po, ky decentralizim atëherë ka shku deri në nivel shkollës, pra edhe shkolla ka qenë, si të them ashtu, person juridik, institucion veti, dhe punësimet e stafit i ka bo shkolla, nuk i ka bo komuna. Ja, komuna jo, nuk i ka bo. I ka bo shkolla. Me qenë drejtor në atë kohë, pas ka qenë pozit me... A i ka qenë ai sistemi vetë qeverisje socialiste, faktikisht në një mënyrë shkolla e ka zgjedh drejtorin, po nuk mund të themi që s'ka pas ndikim të Partisë Komuniste. Gjithnjë kanë gjetë ata forma ndikimin, po të paktën mekanizmi ka qenë në nivel të shkollës.